Video është pak ndryshe nga videot e tjera, është më shumë një video reflektuese, mendimet që më kanë ardhur një ditë si kjo, ku jam e kuruar, jam me make-up, jam perfekte për ato sytë kritikuese të Instagramit. Dhe realisht tek po shihesha në pasqyrë, më erdhën disa mendime të cilat patjetër kam ditur të luftoj, patjetër kam ditur të imposhtë, por sigurisht kanë ecur në mendimet e mia në këto muaj pas shtatzanisë. Dhe në fakt e vërtet që jam mjeke, por asu nuk isha gati për të vërtetën e trupit tim pas shtatzanisë. Të gjithë pas shtatzanisë flisnin për rikthim në formë, ose sa në formë isha, kur do kthehesha, sa në formë je, dhe askush nuk më foli për realitetin, për netët pa gjumë, për trupin që unë nuk e njeh më, për pasqyrën që nuk e njeh më si timen, nuk njeh më imazhin e në cilën shija në pasqyrë. Dhe e di çfarë? Pas kaq muaj postpartum, mendoj se nuk ka qenë dështim trupi im, nuk ka qenë dështim imazhi që unë shija në pasqyrë. Në të vërtetë ka qenë transformim, dhe ka qenë transformimi më i bukur i jetës time. Dhe sigurisht unë nuk po flas si mjeke, po flas si nën, dhe jam e bindur që nëse dhe ti je një mami, po më kupton me këtë video.